Kësaj krejt shkurt e thonë shumë zhurmë për asgjë. Ka marrë fund, domethënë kërkesa është krejt e pa bazë. Nuk ka asnjë fakt, asnjë dëshmi, asnjë bazë që arsyeton kërkesën e tyre. Nuk ka manipulime, kompania që ka shtyp flet votimet e ka sqaruar tërësisht, KQZ-ja e ka sqaruar tërësisht, ka ndërhyrje domethënë kundërligjshme nga policët, nga prokuroria, edhe unë mendoj se krye prokurori i shtetit edhe policia duhet sipas protokollit ta hetojnë dhe ta sqarojnë me raport këtë ndërhyrjen. Problemet teknike janë të mundshme, jo vetëm të kompanitë që nuk janë sa duhet përgjithshme, këtë duhet thënë, të duhet të jetë vërejtje serioze për KQZ-n që po lavdrohet vazhdimisht, që s'është për të lavdruar gjithherë, që me kënë po kontakton dhe me kënë po kontrakton. E dyta, gabimet janë të mundshme edhe nga vetë KQZ-ja, ju e dini herën e kaluar, një gabim serioz që shkaktoi edhe vonesa dhe zvarritje dhe pakënaqësi ishte në procesin e përpunimit elektronik. Reagimi i tillë është legjitim i PDK-s, por nuk mund të pretendohet që procesi të përmbyset, sepse gabimet të tilla që janë eventualisht që mund të vërtetohen, duhet pas një përjashtim dhe pas një jot, domethënë pas një milimetër, të korrigjohen dhe të vërtetohen dhe të korrigjohen, të eliminohen nga vlefshmëria e procesit. Mirë po, pretendimi se gjithë procesi është aty i përmbysur, i dështuar dhe i falsifikuar nuk qëndron, dhe kjo do duhej ndërpritej sepse nuk i sjell imazh të mirë as partisë politike përkatëse dhe as Kosovës. Prandaj po them, duhet lënë punën të përmbylli përgjigjen në organeve të cilat e kanë ndërprer fillimisht nomërimin, që ta kryjnë punën e tyre, të vërtetohet saktësisht çka ka ndodhur, dhe nëse ka shkelje serioze, ato duhet eliminuar, domethënë duhet zvoglohen nga përqindja dhe pastaj kemi rezultat. Por pretendohet që të rivotohet, kthehet procesi nga e para, kjo është jo vetëm jo real, por edhe përpjekje për ta shndruar humbjen e fitore. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovica do të paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa mbërnjëherë pas kësaj konference. Sepse vetëm një proces i drejtë dhe i pastër mund të garantojë legjitimitetin e rezultatit zgjedhor dhe besimin e qytetarëve të Kosovës